Përshëndetje miq të podcastit tim pa komplekse me mua Elionin. Ka histori që nuk mbyllen me fund të pritur. Ndalen në mes. Sot me mua kam një zë të skenës shqiptare, një zë që mund të kishte vazhduar shumë gjatë, por fatkeqësisht u ndal në mes, u ndal pa pritur, jo nga mungesa e talentit, por nga një ngjarje tragjike në jetën e saj. Pas vdekjes tragjike të bashkëshortit të saj, Neziri Strefi, ajo e la këngën në gjysmë. Nuk këndoi më kurrë. Por kësaj heshtje ajo i dha zë. Ajo i dha dy zëra, dy yje të skenës tonë shqiptare, Nora dhe Era Strefi. Sot me mua është Suzana Tajrsyla Strefi, e cila është një zë i shquar i skenës tonë muzikore, si që përmenda pak më herët, e cila mbeti herët vetëm nën e re. Një aksident trafiku për vetëm një çast ja ndryshoi asaj jetën. Por ajo nuk e zgjodhi urrejtjen në asnjë moment, nuk zgjodhi hakmarrjen, zgjodhi faljen. Madje edhe atëherë kur dhimbja do t'ju justifikonte çdo revolt. Sot në pa komplekse flasim me Suzana Tajrsyla Strefin. Zonja Suzana, fillimisht faleminderit shumë që e pranuat ftesën time dhe që pranuat të flisni pas një kohe mjaft gjatë, për shkak se nuk ekspozoheni shumë publikisht dhe për mua është një privilegj t'ju kem sot në podcastin tim. Kënaqësi Elion, jeni djalë i ri, me shumë pasione, me shumë ëndra të bukura, kështu që sot jam fillimisht fal teje. Faleminderit shumë. Unë jam shumë i lumtur që ju kam sot me mua dhe përmenda pikrisht faljen në fund të këtij prezantimi. Unë doja t'ju pyesja juve, zonja Suzana, se çfarë është falja për juve? Falja mendoj si është gjuha e Zotit, gjuha e dashurisë. Dhe unë e ndjej. Kur e ndjej, nuk e fali për mëshirë, po e fali me shumë dinjitet e me shpirt. E përmend të dinjitetin, shumë e bukur, sepse falja në fakt është e vështirë, shumë njerëz nuk arrin deri te falja, për shkak se e kërkon një nivel të vetdijes mjaft lartë. Edhe është e vështirë të falësh, po gjithsesi ju prap falni. Edhe mua kjo më kalon shumë përshtypje sepse njerëzit që falen janë të jashtëzakonshëm, kështu që këtë e kam vlerësuar shumë tek ju dhe e kam pa edhe nga biseda që e kemi bërë bashkë para se ta realizojmë tani këtë podcast. Kështu që falja, a mendoni që është një nga virtytet më të bukura të një njeriu kur është në gjendje ta bëjë këtë? Nuk e di, një gjë tjetër e di që për me fal, ma qef ka me fal se me më fal. Kur unë e fali, ndjem vërtet tepër mirë. Po këtë falje gjithmonë e kalkuloj duke e qumë në një rrugtim të kurrizit tim. Do me thonë, gjithçka që fali e vej edhe vetën time në pozitën e anës tjetër. E bëj një kalkulim ashtu, atë sa mundem në ndjenjen teme, edhe thjesht, si që tash falja është, mendojon, për të dy palët është një flat në shkret e tjerë. Shumë e bukur, sepse e përmendet edhe palën tjetër, ndonjëherë edhe pala tjetër mund mos jetë fajtor me qëllim, mund mos e bëj një faj me qëllim, edhe është shumë e rëndësishme kur pala tjetër e kupton, edhe prap se prap vendos që ta fal atë person. Po, mendoj, me një fjalë, nuk e bëj faljen për lëmosh, thjesht e bëj për një ndjenjë shumë shpirtnore.
Zonja Suzana, dua të kthehem pak te ju, te personazhi juaj. Ju e latë këngën gjysëm shumë herët, shumë e re. Si e kujtoni sot atë moment kur e latë këngën? Këngën edhe ndonjëherë zgjedhë milona dhe gjana që i du fort. Një ndër to është edhe kënga. Pse zgjedhim mu largu Milan? Ndoshta është edhe në shaj dashnis madhe edhe të respektit për atë që, këtë rast për këngën. Kom mendu që prej pozitës cilën isha, nuk mundem me qenë fer me melodin, me tekstin, me interpretimin, edhe e kisha pas shumë vështirë me këndu dhonshëm, me bo artë dhonshëm. Kom sjet me lanë. Me i lipendu sot që e keni marrë atë vendim para gjithë kësaj kohe, kur mund të vazhdonit një karrierë të sigurt, mund të vazhdonit një karrierë të mirë? Jo, më pëlqej shumë ai monologu i të hyrjes për mu, që ndoshta ajo dhimbje, ose edhe ai largim, energjia jame është për cilë të vajzat e mia, të Nora dhe të Era, mendoj që më ka te i kalu shumë herë ma shumë ajo fuqie jemja e brendshme që o për cilë të vajzat e kanë transmitu ato tepër ma bukur se unë, tepër ma dinjitetshëm, ma bukur, ma mirë, që si kur çdo prind vetëm në gjatë që ma të bukën tjetës vetë, ja dëshiron vetëm fëmijët. Ndoshta ajo është për cilë ashtu. Pikrisht i përmendet vajzat, po gjithsesi përveç vajzave, do me thënë, një vetë keni qenë figurë publike, edhe ju, edhe bashkëshorti juaj. Të dy keni qenë figura publike edhe para se të ndërtoj imazhi i vajzave tuaja, edhe sa e vështirë ka qenë vëmendja e publikut, sepse publiku gjithmonë ka një interesim të vazhdueshëm për figurat publike, sidomos kur figurat publike vendosin të jenë në heshtje, të rinë heshtje, është e vështirë të shkëputesh plotësisht, sepse publiku ka interesim për jetën private të figurave publike. Edhe sa ishte e vështirë për juve, fillimisht ta kaloni procesin e zis, pasi vdiq bashkëshorti juaj, edhe të shkëputeshit nga kjo vëmendje e publikut. Mesiri ka qenë shumë i adorueshëm prej publikut ti, edhe e kanë adoru shumë, e kanë respektu shumë, kuptohet për ata që se din, jo si këngëtar, po si një gazetar, si një moderator, si një zo shumë i veçantë, edhe i bukur e dinjitoz, e kanë adhuru. Ikja ati nga kjo botë ka qenë aksidentale. Me thonë, ka shku shumë shpejt. Normal që publiku edhe njerëz të dashur, njerëz që na kanë njoft, kanë djedhë dhimbje pa mas ato ditë. Ndoshta nuk ka mendu ato ditë, nuk ka mendu dikush ku mbet Suzana do të këndon, nuk i kom mungu dikuj. Mirë, po unë prej ati momenti do me thonë në minutat e parë kur kom kuptu se nisa ka ndru jetë, do Si e kuptut? mendimi parë që më ka arë në kokë, kom mendu që me këtë ditë nuk munda me këndu ma. Me njerë shma. Sikur më ka ardha jo ndjen për dy gjëra, që në atë moment që nuk do t'i boj kur, njërën s'është nevoja me përmend, edhe këtë që po e përmendi është kënga. Wow. E vështirë, mjaf, bo do me thonë keni qenë e prerë në atë moment, edhe ka qenë i vendim i me njerësh?
aty i menjëhershëm me sekonda kur për mërshë një lajmë tepër të vështirë, tepër të rëndë, me sekonda shumë sende mu kanë silë në kokë. Kështu që me pas ndonjë mbatje ku di unë kohore, ku me ditë në çfarë shpejtësie lëviz mendja, ma shpejt se sa që me mendu që tash me shku në hanë. Më kanë ardhur shumë mendime në kokë, edhe një ndër këto kryesoret ka qenë kënga, kishte fillu në ora pak me prek skenën, edhe kom mendu në atë moment që unë nuk më këndon shpirti. Njëherë për njëherë, është në ora që du në mi qëndru afer, është në ora që na siguron ndoshta edhe një ose pa ndoshta na siguron një ekonomi sa do të vogël, edhe aty jam fokusu. Fokusi jëtë atëherë ishte në ora, do me thënë. Po. Nuk të jam e sinqert, nuk mendu në atë bot kuptimet e popullit tonë ose të njerëzve tonë për zijen, për respektin ndaj bashkëshortit që unë duke respekt, nuk e komentu. Dua të jem e sinqert, nuk e komentu, sepse mendimet e mia i kalkuloj në fakturat e mia, jo në ato çka mendoj njerëzit. Me sinqeritet e them. Në të shumë rëndësishme, në fundja mendimet e njerëzve janë mendimet e tyre. Nuk ka nevojë të na ndikojnë jetën tonë, sepse askush nuk është në këpucët e Suzanës, edhe nuk e jeton jetën e Suzanës. Po gjithsesi, sa të vështirë kishe atë moment kur e more lajmin, do me thënë sepse e tham, ishte një humbje tragjike, nuk ishte një vdekje natyrshme, nuk ishte një proces natyror, po ishte një lajm shumë i trisht edhe i menjëhershëm, edhe sa të vështirë e kishte vetë faktin ta pranosh që tani do t'jesh nënë e vetme, edhe që duhet t'i rrisësh e vetë me 4 fëmijë. Elion, me thonë drejtën, shpesh nuk gjen fjalë me përshkru dhimbjen e madhe të momentit. Ndoshta kur fati i jetës t'jep pak kohë me kalkulu diçka, është pak më e lehtë. Kur vjen aksidentalisht, gjëja nuk është, mendoj unë, është vështirë me procesu, por në shprehin time, gjithmonë kom funksionu si ta mbylli ditën. Jo as si ta mbylli javën. Si ta mbylli ditën, edhe ato ditë kanë qenë. Jom gëzu kur e kom mbyll një ditë, jom gëzu kur e kom mbyll edhe një ditë, jom gëzu kur e kom mbyll ditën e tretë. E mandej javën, muajin, vetëm aq kom ditë me. Jo plane afatgjate, do me thënë. Absolutisht. Shumë bukur. Po, ana, bën dhimbja më njerëzor, zonja Suzana? Unë uroj mos me pas njerëz të shumë dhimbje. Mbetet e pashmangshme gjithsesi. Dhimbja e madhe lën diçka të paspjegueshme, është një mister që të kaplan. Edhe ndoshta më përkthy në ata plusat, është ma mirë, por ndodh që edhe minusa krijon. Do me thonë është patën të ti. Zonja Suzana, jo edhe pse vendoset të shkëputeshit nga jeta publike, nga muzika, prap vajzat e juaja e morën këtë drejtim. Dhe me thënë, ju futëm kësaj rrugë, kësaj bote, edhe e përmendet. Dhe me thënë, në orën fillimisht, në ora i strefin, po gjithsesi edhe vajza tjetër, era i strefi është po ashtu të jetë e suksesshme. Dhe me thënë, ju rritët të dy yje të skenës, jo vetëm shqiptare, po tani edhe ndërkombëtare. Sa ishit ju nën mbështetëse për dy vajzat tuaja që ta marrin këtë rrugtim, duke qenë vetë ju pjesë e këtij rrugtimi dhe duke e lënë një rrugtim të tillë në gjysmë. Sa
Sa ishit ju aty për to, në këtë rrugtim? Nana për fëmijë o gjithmonë aty. Rrugtimi të dy vajzave nuk ka qenë shumë i planifikum, nuk ka qenë shumë i sforcum, ka qenë thjesht, unë e kom pa talentin e vajzave, shumë të vogla kur kanë qenë, edhe jo atë mendimin e prindve që i adhurojnë fëmijët, mendojnë që e kom ditë si nuk do të bohen me shkencë, nuk do të merren me shkencë, por kom pa shumë herë talentin e tyne për artin, për vallëzimin, artin përgjithësi, këndimin, vallëzimin, tekstet, e kanë dashur leximin, gjuhën, kanë shkruar bukur shkrimin e bukur. Shumë herët i kom pa ato elemente që i posedojnë fëmijët e mi. Çka kom bërë para se ato me zgjedh vetë për me shku në drejtimin e ku janë, i kom dërgu në shkollë të muzikës. Edhe kom pas qef që me marrë një hapat e parë në mënyrën profesionale. Edhe i kom dërgu në shkollë të muzikës. Të dyjat, kur i kom dërgu në shkollë të muzikës, jam pranu, edhe kanë marrë shumë lavdata prej njerëzve kompetent që i kanë përzgjedh nxënësat në atë kohë mu regjistru në shkollën Prenk Jakova, që është edhe sot në qytetin tonë. Mandej, si thash, si për norën, si për erën, pas forcime, duke e shiju, duke adhuru muzikën, artin, edhe ajo ndoshta është pa dyshim shpirti i lirë duke udhëtu drejt një suksesi. Po sa janë ju sot prezente në karrierën e tyre? Do me thënë, sa merr një pjesë ju në këtë rrugtimin e tyre sot? Elian, sartë është nevoja. Më kam bërë shumë krenare. Suksesi i Norës fillimisht, përveç se ka qenë sukses, ka qenë edhe një ekonomi që mu më kanë ndihmu mi rrit 3 fëmijë tjerë përveç Norës. Unë punoj, do me thonë prej periudhës që ka ndru jetë Neza, unë jam e punësume në radio televizionin e Kosovës, ku jam di mirë, ka qenë edhe një vend ku vërtet është shtëpia ime e dytë, me shumë shpirt e them, por ekonominë e kemi siguru shumë bukur prej artit Norës, prej punës Norës, prej disiplinës Norës, prej mirëqenjes Norës. Edhe ajo ka kriju një bazë që era me qenë shumë ma e relaksume me ju fut muzikës. Edhe era në vazhdimsi në dhomën e saj, ka shkru muzikë, ka shkru tekst, ka shku në shkollë të muzikës, ka interpretu në piano, jashtëzakonisht të relaksume, pa në ngarku shumë. Unë isha më shumë në rrugtimet gjata me Norën, edhe prezenca e Norës, puna e Norës, e ka lehtësu shumë rrugën e erës që ajo me qenë tepër e relaksume, edhe me hy në muzikë sikur në një parajs. Jo në një vend, në një kopsht trandafila me shumë gjemba, si që dim, por vërtet me një parajs jashtëzakonisht të kanë Sa është e vështirë industria muzikore? Është e vështirë, është e rap? Sa është e vështirë të futesh në industrinë muzikore? Me që ju të trija vini nga kjo botë? Si që thash, në atë kopshten e trandafilave, që gjithandej ka gjemba që për gjakin, jenë dhimbje, por gjithsesi ja vlen
kur është një tamam një trëndafil me aromë të bukur, me ngjyra të bukura, edhe mendoj kjo është ndoshta këtu merret ky përshkrim, pa e mendu asnjëherë dhe pa e thonë asnjëherë. Ua, duket shumë interesante kur flet me njerëz që vinë nga kjo industri, sepse zakonisht njerëzit nga jashtë i njohin si figura publike dhe presin që t'jenë të përsosur në çdo aspekt, e kanë shumë pritshmëri prej yjeve të skenës. Edhe ndonjëherë harrojnë që edhe yjet e kanë një të zakonshme, do me thënë kanë familje, kanë elemente që i kanë edhe njerëzit e zakonshëm. Po gjithsesi ju keni edhe 2 fëmijë të tjerë dhe cili është raporti me këta 2 fëmijë të tjerë që janë jashtë skenës muzikore? Të them drejtën, edhe Nita, edhe Bledi, sikur të dytë kanë pas edhe ata talent. Nita ka pas një dhunti shumë të mirë, ka pas një sy magjik të kamerës, ka zgjedhur atëherë drejtimin e regjisë, edhe ndërpreu shkollën për dashninë e saj, shkoi në Londër, zgjidhi krejt tjetër profesion, me ju përshtat kushteve cilat ishin atje, për ndryshe ajo e ka pas një dhunti shumë të fortë të artit prej një këndvështrimi tjetër. Bledi, ai është 25 vjeçar, edhe ka një talent tjerëzakonshëm për muzikën. Sot nuk flas më shumë sepse nëse ai vendos me qenë puna ti publike, ka me fol puna ti, vetëm e kom lut, ju kom përgjeru, plaso këto vepra tua, se kur mu pëlqejnë, dije që i pëlqejnë dikuj. Edhe sidomos kritika juaj, ose do me thënë komentet tuaja, si person që vjen direkt nga bota e muzikës, besoj që vlejnë shumë edhe për të, kështu që e ka një vlerësim kritik edhe nga shtëpia. Po gjithsesi, korat tani kanë ndryshuar, zonja Suzana, edhe është ndryshe tani t'jesh këngëtare, është ndryshe t'jesh një vajzë ose një grua në skenën muzikore. Po në kohën kur ju keni kënduar, korat kanë qenë ndryshe. Edhe sa jeni paragjykuar ju në atë kohë kur keni kënduar? Filozofia e artit e të kënduarit është e njëjtë. Korat shëqërqendrojnë. Edhe është lutje e mirë, mu lut që gjithë se cili duhet i përngjaj kohës. Ta kap kohën, të lidhet me kohën. Koha është shumë, viti për viti dalan në muzik, edhe mendoj se cili, si Nora, si Era, mendoj edhe për Bledin, me të mirat e jo të mirat, duhet me përshtat kohës. Nuk mund është me shku kohës kunder, nuk mund është rjedhës lumit, shpesh i del për me shpëtu një gja, por ajo ka rjedhën e vetë, edhe duhet prap me gjithë fillin e me shku rjedhës lumit. Është e pashmangshme, andaj koha din me qenë mik, din me qenë mik, por gjithsesi mu mundu me ja marrë më të mirën. Paragjykimet e kohrave janë prej më të ndryshmeve, vetëm forma tjera. Dhe janë ato që janë, sidomos për një popull të vogël, jemi mjaft vend i vogël, vend që sillem e pështillem edhe e kemi një emrus të përbashkët të gjithë, mos me marrë shumë për zemër, mos me marrë as si kompliment nëse është diçka e bukur, po mos me marrë as si mallkim.
ndoshta këtu na duhet me bo një balans me vetë vetën e me ja dalë. Po, sot kur e shini rrugtimin edhe të erës, edhe të norës, a thoni ndonjëherë me vete, keq që e kam lënë rrugtimin tim kur edhe ju mund t'ishit, do me thënë, mund t'ishit në të njëjtin stad edhe ju, do me thënë, sot, ndoshta në një karrierë pak më të ndryshme, po mundësitë sot janë të shumta, do me thënë, a e shihni ndonjëherë një mundësi rikthimi, si Suzana të errësira i strefi? Nuk isha mujt me bo kompromis me disa rregullat muzikës, që une i kom dje, edhe ndoshta më kish dasht, kështu që pata fatin që nuk e pata muzikën time ekonomi, buk për fëmijët, sepse për fëmijët e mi gjithë shka bëj. Kish qenë nevoja me këndu 24 orë, kisha këndu. Kom zgjedh mos me këndu, si kom ra kur pishman. Nështë ta mu kish dasht edhe me këndu kur pa ndalë, derisa kisha pas fuqin time. Jam e lumtur, jam e fat që e kom zgjedh këtë dhe mendoj që s'kom gabu. A keni ndonjë këngëtare të preferuar ju ves? Ndonjë këngëtare shqiptare? Po, gjitha e kom preferume. Më pëlqejnë gjitha. Nuk ka këngëtare që pa durushme për mu. Ju madje Që gjesni. gjitha më pëlqejnë. Ndonjë këngë mundet me qenë ma e pëlqyshme, ma e pa pëlqyshme, ma e ndjerë, ma e pa ndjerë, por gjitha këngëtarët më pëlqejnë edhe këngëtarët e qmoj shumë artisten, e qmoj shumë dhe vlerësoj pa mas momentin e skenës, është me shumë magji, është shumë sfidus, është magji në vete. Nëse njëherë njëtë e prek skenën edhe 3 sekonda ose 5 sekonda këndon, ajo është një jetë. Pa keni mendu të bëni ndonjë këngë me Norën ose me Erën, një bashkëpunim? Jo. Jo, nuk që e kom mendu disa herë shembull që më ka ardhur në valjet e mendimeve, melodiat ndryshme, tekstet ndryshme, momentet ndryshme për me këndu, ajo ndoshta çdo ditë. Po vetëm prap e mbaj fjetën. E di që për me kriju diçka të tillë, për me plasu diçka të tillë, ndoshta e mendoj mos thjesht e mendoj e që mendoj edhe prap e lon gjumë. Prap. Po. Nuk e bëni këtë kompromis. Vajzat e dyja të më kanë thonë. Të kanë A thënë? je gatshme në herë me pas bashkëpunim me një Po. qoftë një hymje, qoftë dy rreshta, qoftë edhe ju kom thonë këtë përgjigje e kom arsitu ata që nuk mundem, nuk di, jo, nuk edhe nuk ju kom thonë asë një herë këta që po ta them ty, që ndoshta shpesh më vjen fillimisht më vjen një muzik, mandej më vjen një tekst, mandej më vjen një interpretim prej meje, edhe kënaqna une për veti, ja thon vetit, e mendoj, aty e mbyllej. Po, nuk mendoni se vjen një moment që bëhet edhe një kompromis edhe thjesht e merrni një vendim ndoshta edhe për t'i kënaqur edhe vajzat e tua, po dhe veten, sepse unë e shoh që ju vazhdoni ta keni dëshirën. Domethënë dëshira nga biseda që e kemi bë, unë e shoh që s'ka përëndu asnjëherë. Joni. Kur mos tuaj kur.
Unë do që kisha rekomandu paktën ta bëni edhe një këngë. Pse jo? Pse jo? Do me thënë, e di ndonjëherë kur ja bën një premtim vetës, shumë e vështirë me thy atë premtim, sidomos një person që është shumë karakter. Po ndonjëherë edhe kompromiset nuk janë të këqija. Si ishin ju kompromiset, zonja Suzana? Kompromis. Kompromis në disa gjana. Mendoj që është mjaft e vështirë me bo. Tash në fillim, diçka që dënë shumë zgjedh me u largu, nuk kthehesh. Nuk kthehesh. Duke që po qëndroni stoike, praftë Nuk ajo kthehesh. bindja. Edhe ndoshta për hir të asaj, pikërisht për hir të asaj të adhurueshmes, dashnisë, emocionit, pasionit shpirtëror që e ki, ajo ta mbyt, dashnit e mëdha përfundojnë me humbje. Kështu që ashtu e konsiderojnë këtë rast muzikën, këngën, për mua është një dashuri e mbytur. E vështirë. Për kufizim, mjaft do të thoja letrar, po edhe në të njëjtën kohë një përkufizim edhe i rëndë, sepse duket që është një epilog, duket që është një kapitull i mbyllur edhe që nuk hapet më. Po Dasht pa dasht, disa gjëra shumë të bukura në jetë, njerëzve në këtë rast po flas për këngën, dasht pa dasht vetë vritë. zonja Suzana, në këtë podcast, në personazhet e mi unë flas edhe për tema që e prekin shoqërinë tonë, temat përditshme. Si eshin ju shoqërinë tonë në raport me gratë e veja? Sa mendoni që ka paragjykime shoqëria jonë për gratë e veja dhe cilat janë pritshmëritë? Pyetje e mirë, që asnjëherë nuk as privatisht në ndonjë tavolinë bisede nuk më ka drejtu dikush me këtë pyetje. Përgjigjja, gratë e veja, sikur e kanë një bekim tjetër. Do me thonë, kur je me një partner, je nda me dysh. Kur je vet, je një dhe e plot. Dhe e ki një fuqi që diçka humb, po diçka fiton. Ajo të menduarit që je vet, nuk të bën gjithmonë të vogël, nuk të bën gjithmonë dopt, të forcon shumë, lodhesh të i qenë e fort, por me një gjumë të mirë e do lot dëval në faqe, je mirë. Zonja Suzana, a keni ju komplekse? Ndonjëherë po. Ndonjëherë po. Kompleks mund ta kem ndonjëherë një gjë që nuk e meriton populli ose askush më ja tregu. Më pëlqen shumë me tregu gjana që nuk i din dikush. Ajo është kompleksi. Ju, nga mënyra se si flisni, dukeni që keni shumë edhe figuracion, përdorni edhe metafora, dukeni shumë letrare në mënyrën se si flisni, keni një gjuhë shumë stilistike. Edhe kjo më ka bërë përshtypje në bisedat që kemi pas. Ju merreni me shkrim, shkruani? Keni kështu ndonjë ditar sekret ose poezi tuaja? I mbajt o letra afer, ndonjëherë si kom bashku kur, nuk jom kthy me i rilexu asnjëherë. Edhe
edhe ato për veti mbaj. Diskrete. Nuk e komendu gjithmonë që nëse i merr dikush e i lexon, a bon as bon, por thjesht e kom bajt një tip ditari, jo çka ka ndodhur sot e dje e pardje, por çka kom ndje edhe thjesht pa data, pa numra, pa emra mbi emra, thjesht një ndjen ose një diçka hynore që më ka kaplu, ato e mund të me shkru. A vazhdoni shkruani? Po, Keni një blog, një ditar ku vazhdoni hedhni këtu? Apo zakonisht në letër? fleta. Disa fleta që kur e kom atë moment, e kap një fletë shumë shpejt e shkruj, sepse me kalu një orë s'dimo me shkruj. Okej. A ka lexu dikush ndonjë gjë nga këto rreshta që ju i keni shkru? Ndonjë familjar? Jo, jo. I mbani vetëm për vete? Për nderi mbaj, po thome mbaj një dollap shumë transparent, por mendoj që se ka lexu dikush, edhe e kam një shkrim ashtu si doktorave që penzi vetë e kuptoj. Kështu që Ndoshta me qëllim që mos deshifrohet? ndoshta. Jo, ashtu gjithnjë. Edhe emrin tim kur e shkruaj, ka funde e boj se në shkrim. E keni dhe me thënë stilin e veçantë, unë i këtë mënyrën se si shkruani. Po, nëse sot do t'i flisni të Suzanës tre, çka do t'i thani Suzanës tre, por para humbjes? Çfarë do t'i thani për jetën, për dhimbjen, për faljen? Nuk ndoshta, nuk prap me fillu jeta prej fillimit, nuk e kisha mendu. Nuk jam person që kthehena. E kalumja për mu është një gjë e respektume. Edhe nuk e asnjëherë nuk mendoj që të kalumen me vlerësu shumë, as me injoru, as me i dhonë prioritet, po sikur me një dollap që e den është dikun, ja fshim pluhnin, e respekton, nuk e sakaton, tani tashmen e du shumë, e respektoj shumë, e ndjej shumë, e shijoj shumë. Nesërmen, se konsideroj fare. Cila është e tashmja juaj, zonja Suzana? Ku është sot Suzana Tajrsyla i Strefi? Është me shëndetin e fëmijëve të mi, është me suksesin e fëmijëve të mi, që kom pas fatin të ndjem, ka pas momente që gati kom humbë vetë dijen për lumturisë. Sidomos era mi ka thonë disa momente aq të forta të lumturisë, mburrjes, e krenarisë, sa kom zgjedh me qenë fikall vet, edhe gati kom humbë vetë dijen, atë shumë e kom djel. Wow. Gjithashtu edhe për Noren, momente uroj mos dal prej kufive të modestisë, se janë fëmijët e mi, janë ma shumë se vetja ime, dhe mos me tinglu të dikush, as me lakmu shumë, as me të, se po mbja keq me thonë, me gjelozu, ose me urrejt, ose si do që tjetë, por kjo është realiteti. Edhe për nitën, kom pas mall, kom pas momente të lumtura, krenarie, gjithashtu edhe për Bledin. Këto nuk e di, edhe mendoj që ndoshta s'do të kom kohë biologjike, unë po kam ardita, gjithmonë kom mendu që
njeri ka një potencë, një aftësi edhe me fluturu, nëse i vjen një moment. Edhe, vetë sa s'kom fluturu. Kom pas momente tilla edhe më kanë forcu shumë, kanë bajt shumë, ditë për ditë më ban, më gëzon, më lumturon shëndeti, mirëqenia, mandej, sukseset, her ma të ma shumë, her ma ullt, her unë ato i kuptoj mirë, i adhuroj ato faza, edhe pse ndonjëherë i shoh vajzat e mia, ma të stresume, ma të mërzitne, nuk i jepi shumë zor me ju tregu që sepse e di që me kohën e kuptojnë vetë si kjo është arti, to janë kostot e të qenurit famshme, këto janë penalizimet e famës, kështu që mundono me shiju, mundono me i te i kalu, po edhe qani, mos e keni problem, sepse këto janë gjyrat e jetës. Dukeni nën shumë prezente, shumë e afërt në jetën e fëmijëve tuaj. Dukeni qeni shumë e lidhur me fëmijët. Jam nështë ma shumë se sa që kanë nevojë ata. Unë e ndjej edhe derisa të ma qesin kogja një paravan për para që lena pak rahat, unë do t'jam aty sepse si e re jom rrit me fëmijët, kom qenë nanë e re, jom rrit, tu i rrit, edhe tash po du me qenë afër tyne, me mbajt veten të fort, të lumtur, e ndonjëherë edhe të mërzitun me zhvillimin e fëmijëve të mi. Nuk, për me qef nuk kisha zgjedh as 3 ditë mos me qenë ngjarje për fëmijët e mi, edhe këtë gjë nuk mundem spaku për momentin me akceptu. Me thonë, të shkojnë një udhtim edhe as mos t'i thirrin telefon, as mos di çka po bojnë, ku janë, kus janë. Për momentin nuk më je bajnë që. Kontaktoni për ditë me fëmijët, do thënë. Po. Edhe me erën, për shembull, që është shumë e angazhuar. Nuk mbyllet dita jeme pa komuniku me 4 fëmijët e mi. As një ditë nuk mbyllet. 1 minutë, gjysmë minuti, si të është koha. Po, nuk zgjedi kohën, mundohem me ju përshtat që mos me zgjun nga gjumi ose mos me pengu atë sa mundem, po vërtet nuk mundem me mbyll një ditë pa komuniku me 8-4 ditë. Po jeta publike gjithsesi është ditë tjetër dhe shumë sfiduese. Për shembull, ka momente që janë shumë të vështira për figurat publike, sepse ka dhe komente, qoftë pozitive, qoftë negative, ka edhe gënjeshtra, sidomos showbizi i ndjek shumë figurat publike. Edhe si prisni ju këto komente, këto reagime, po shpesh edhe lajme për vajzat tuaja, që munden me qenë shpesh dhe të pavërteta. Të them drejtën, e kom zonë vetën në disa portale që me qëtë telefoni, nuk jam shumë apasionume. E kom një Facebook, as gjatë tjetër, edhe e kom zonë vetën me gjithë shpirt. Personat që kishin komentu me një zemër, me një lule, me një fjalë të mirë, e kom zonë vetën të bo like, me urimin ma për zemër të mundshëm, sikur me ju drejtu një tempulli besimit, që gjitha fete kanë, ashtu ju drejtona aty në ja boj like edhe kur shoh komente jashtëzakonisht të sikletshme, të irrituese, edhe për ata lutna, thonë, o, sot, rata javë shpirtë. Nuk janë të vetëdijshëm, mendoj unë, nuk janë të vetëdijshëm sa lëndojnë njerëz. Nuk jam këtu me
eduku askënd, por vërtet njerëzit duhet me mendu me ratu shpirtin. Është ju kish pas me u bo shumë mirë njerëzimet me mendu pak, qoftë edhe për gjysë sekonde, nëse janë të lëndu në vetë, mos me zgjedh me lëndu dikën, sepse përcjellet ajo energji çdo ditë më shumë, jemi duke kuptuar se krejt jemi energji. Kjo botë ku jemi komplet është energji. Me arrit energjia negative, me mbyt energjin pozitive, është katastrofë. Gjithmonë e mira triumfon, po edhe ajo vujtja, ajo heka, humb kohë, merr kohë, shkakton dhimbje, pa nevojshme. A mendoni që edhe kjo pjesa e xhelozisë që e përmendet ose komenteve negative vjen nga pakënaqësia e njerëzve që e kanë jetën e tyre personale, edhe pastaj shprehin një lloj mlefi tek të tjerët, kushdo qoftë? Jemi njerëz. Lakmia është shumë normale. Edhe deri në kufit e lakmis, që secili thot kisha qenë edhe unë, është shumë e pranueshme. Edhe mendoj aty duhet më ndalë. E arsyton gjithkush, çdo njeri lakmon në diçka. Ajo për mua është e pranueshme. Por me u kthy lakmia në një xhelozi të smur edhe me fillu me komente negative prej lakmis, ajo mandej shndrohet në toksinat më dha. Fillimisht për personin, por për cjellet, pa fund. Zonja Suzana, kur konsumohet një dashuri? Kur merr fund një dashuri? Asnjëherë. Dashuria kur nuk konsumohet, pushon, hesht, flan, po asnjëherë nuk përfundon. Përfundon bashkë me jetën. Ju jeni thare e kësaj qasjen, që dashuria nuk vdes asnjëherë. Po në raport, për shembull, ka çifte që nuk vendosin të mos janë më bashkë, sepse përdoret shumë shpesh ky termi që dashuria konsumohet. Si e shihni në raportet çift kur e shohin që dashuria është konsumuar dhe nuk ka më vazhdim? Pikërisht këtu qëndron dashuria, për mendimin tim. Atëherë duhet mu largu për hir dashurisë. Nëse nuk ka mbet dashuri këtë rast nëse folim për marrëdhënien çift, nëse nuk ka mbet dashuri, për hir dashurisë, duhet mu largu për me jetu dashuria, jo për me vra dashurinë. Shumë e bukur. Prap, dashuria vazhdon, po në një formë largimi. Kur largohen njerëz, i kujtojnë ditët e bukura, kujtojnë se mendoj që aty mbetet ajo bulsa e një dashurie që ka qenë. Edhe sikur mendajt bashk e vrojnë atë bulsën e vogël. Nuk jo madhuruse e ndarjeve, sidomos të çiftëve bashkëshortor. Si me thonë, absolutisht nuk mendoj që për një ose dy arsye ose tri ose katra pesë që s'po du me qitë numra, duhet më nda, jo, duhet me provu me mos me lonë mu shtuk ajo gja, ajo fryt i bukur, po nëse nuk
është e pamundur mu shpëtu prej asaj bombës atomike, atëherë pa shpërthy ajo bomba atomike duhet në zgjedh që me lonë vazhdimsinë e dashurisë. Shumë e bukur. Zonja Suzana, nëse do të kishit kontakt me një vajzë të re sot që dëshiron t'i futet skenës muzikore, a do ta këshillonit t'i futej kësaj rruge? Çfarë do t'i thanit? Do t'i thoja, mos i ngujo mendimet, dëshirën. Nuk e din talentin, as kërkush nuk e nje talentin. Për paragjykime, për mosbesime, për jepi, bëje, mos ki frikë. Hedhe në dritë ato që ka ndjen. Nëse sot do ta këndonit edhe në një këngë, jo në skenë, por në jetën tuaj, cila do t'ishte ajo këngë? Ndoshta këngë prej repertuarit tem që janë këngë që janë komponu për mu. Në këtë moment si kur mëzura, nuk e di. Nuk, por nëse e marrim temën e këngëve, lirike, epike, mes këtyne dyjave, zakonisht ecë muzika, sidomos muzika ime, gjithmonë lirika fiton. Epika, zhandri epik, është epik, këndohet në rastet për ata dhe i thojnë epika, kështu që lirika fiton gjithmonë, lirika e ndjerë, lirika e sinqert, edhe mendoj që arti i bukur, kënga e bukur, gjithçka e bukur del prej sinqeritetit vërtet. A keni ndonjë peng në jetë, zonja Suzana? Peng, nuk besoj. Nuk besoj që kam edhe atë peng që është peng e trajtoj me arsyen që ashtu duhet jetë. Po sinceritetin, si e shini? A çmohet sinceriteti në vendin tonë, në shoqërinë tonë, apo shihet ndonjëherë dhe si naivitet? Sinceriteti është për mu vështirësi më i madh në këtë botë për njerëzimin. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht sinqeritetin. Edhe mos sinceriteti, gjithë ka momente që e kemi një mos sinceritet. Ai vërtet nuk ish dashur quhet mos sinceritet, edhe duhet mu përdor shumë rrallë në jetë, atëherë kur e ka vlerën më të madhe se sinqeritetin, atëherë duhet me përdor pa sinqeritetin. Për ndryshe, sinceriteti, gjëja reale, gjëja vërtet, duhet me triumfu gjithmonë edhe me jalon rrugën shumë hapur, sepse edhe nëse mbetet një njoll në këmish, ma me mburje kisha mbajt një njoll në këmish, se një pa sinceritet sintetik, absolutisht nuk e kisha asgjë. Zonja Suzana, ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të bukur, edhe e përmenda edhe më herët plot figura stilistike, edhe vetë jeta juaj është kaq interesante, me plot ngjarje, që e bën interesante edhe për publikun. Sado që jeta juaj mund të ketë pas edhe dhimbje, edhe shumë suksese, edhe vështirësi, po edhe çaste shumë të bukura që sot ju bëjnë shumë të lumtur. Cili do të ishte ky rrugtim i Suzanës nëse do të jepnit një emër?
ose si do ta përkufizonit këtë rrugtim tuajin, si epilog i këtij podcasti, i këtij epizodi? Mjaft pozitiv. Me gjitha. Plusi. Pozitiv. Edhe ju i shifni gjërat pozitivisht. Sado që mund t'jetë e errët jeta, ju prap e shqeni atë dritën në fund të tunelit. Kjo është ajo që e kam kuptuar nga personaliteti juaj, që shqeni gjithmonë anën pozitive për te i barierave. Gjithmonë. Edhe prej mendimit më thjesht të kësaj jete që e kemi, që vetëm një gjë e kemi të sigurt, e ajo është vdekja. Edhe është gjëja që mas paktin këtë jetë i frikohem, vdekjes. Është gjëja ma e pakta që i frikohem, po e përsëris. Ka shumë gjëra tjera që kishin pas me më frigu edhe më frikojnë, edhe fatmirësisht sikur më ka rujt Zoti prej tyre, kështu që në sfida, momentet vështira, momente humbje, sikur nuk shpetoj në një mënyrë ose një tjetër, nuk shpetoj. Falë Zotit për sot më mbyll jeta ime, kisha dasht. Por nuk frikohem, i lutem Zotit mos me përjetu gjana që kishin pas me qenë tepër të vështira për mu, që ato janë lufta, ndonjë fatkeqësi natyrore të mërshme, me i pa fëmijët e vegjël, ngusht për jetën, me i pa rinin të i qajt, me i pa pleqt për toke, me i pa ato gjana sot kisha qetë në shkunat botë, me mendimin se kalojnë për ato gjana, e kisha qelë deri në asaj botë me dorën të. Ato gjana nuk kisha dasht aso ndër. Po mirë që mendoni pozitivisht, më mirë. Kështu që ti qëndrojmë pozitivës. I këtij mendimit edhe këto të voglat, që një ditë kemi, një ditë s'kemi, një ditë qajmë, një ditë qeshim. Këto janë gjyrat e jetës, kjo është jeta, edhe mos t'i zmadojmë gjana të vogla. Të ruhem prej atyre që i ceka, larg qoftë. Ato janë gjana që janë për mu friksu shumë, une ato s'kisha dasht me i pasan. As mos i mendoni, mos mirë. Absolutisht. Pyetja ishte nëse të ndoshta për këtë jetë sa na ka mbet, isha lut çdo ditë. Ato ëndrat këqija mos Moralizu. Mos me moralizu. As mu mendu, e këto tjerat janë pashmangshme disa të vogla. Po gjithsesi ta mendojmë jetën pozitivisht, ashtu siç e diskutuam, siç vendoset t'ja vini emrin këtij rrugtimi tuaj në këtë planet quajtur tokë. Po, zonja Suzana, faleminderit shumë. Ishte me të vërtet kënaqësi ta bënim këtë bisedë bashkë. Edhe shpresoj që të kemi edhe raste tjera në përditshmëri, informate të tjera që diskutojmë, sepse me njerëz si ju ja vlen të bëhet kontakti edhe të mësosh, sepse jeta ju ka mësuar juve, që tani ju ato që ju ka mësuar jeta t'ja transmetoni edhe tjerëve. Që faleminderit shumë. Kënaqësi ishte Elion. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe një herë dhe miru takofshim në episodin e radhës të podcastit tim pa komplekse me mua Elionin.